capitano, o ficuno cecan zără, o căhare căhaliti, na vestroga, onga chere nga jetiti, oika kapitan to, o fikuno cekan zanto, ire ko jetiti, apipidore Panamertin, o dylitore na vestroga, onga fore nga pushate, o ike kapitaneto, o fikuno poje haneto, o ke pure ke pushate. Vita pepo rinore fi o firare oi capitano o ficuno ceca zanata o te chiare
Cilat do të këngë tjetër shkurt? Bikën në Rëndza në det e ka kënduar grupi i Fieri në festivalin e dytë Gjirokastër. Po dhe them film. Me që bën këtë, bën janë që po dorë Berberi. Jo, Berberi është më pas, është ditën e dasmës. Kjo është premte në darkë. Kjo këngë janë. Kënga e dytë është Bika në Rëndza në det. Më bukur e ka kënduar grupi i Fierit në festivalin e dytë Gjirokastër. Mund të këndoni dy fjalë zoti Zarga? Jo, kënjë. Atëre, Të thotë ju. po, ta ilustrojmë me dy. Ore bike në Rëndza në det. Are lësoj dega në jafër dhe tojde në mojë Rëndza. Vazhdon më tjetra. Dhe kënga tjetra, e treta që do jetë pa tjetër, është aske që në Konisbaldo dhe ndëro. Aske para to shushunje. Si duket Konisbaldo andej ka pas nëjë këndet në Berat, dhe që kishte shushunje të mla. Shushunja tja Hilaç në Konisbaldo të Berat. Aske që në Hori, për në Ohri fjalla, aske para to mollë, ashtu ti ka faqet nusja. Aske që në Manastir, është fjalla për bitolën më tanë. Aske para to Selvi, ashtu të ka tati nusja. Po, gjithë njërë, janë troje shqiptare, janë treva tona. Dhe kënga e muzekjes e ruajti këtë këtë shpërndarje geografike të Toskërisë. Dhe pastaj, për shaka dhe për të mos marrë nusja mësysh, këndoj kështu. Aske që në njërë në Vlorë, aske para to vapor, nusja jote si Kotor. Kotor është vik i botës. Do më thënë, e shante pak nuse që të mos merë të sysh. Ashtu. Se në fundit, kur këndojsh dy këngët e para, Sita, Freri, Mjalti, Qumështi, dhe unë mendojnë që vërtetë ne jemi biti Pëllaskut. Sepse jemi brezi i shtat pas Arpakshadit të birit të Nojes. Do më thënë të stërnipit të Nojes, brezi i shtatit tia. Pelegu erdi në Kret, nga Kreta u shpërndan Ballkan. Ne jemi pasardhës së këtyre, se kemi jashtëzakonisht zakone të ngjashme nga ato që shkruan në 10 vjetër, sikur që këtu te ne. Sikur kanë qenë shqiptarë këta. Ja, besap, në mbretin Saul, kur u bë mbreti i parë i Izraelit, ai Sauli, ishte djalë 22 vjeç. Kështë turp. Ku do dilte për para 7 pjesëve të Izraelit. Kështë turp, djalë i ri. Dhe ushe shokët e vetë e gjetë. Ai Elia, profeti i madh i caktuar nga Zoti, tha, gjeni e keni filavent. Djetë bajtën e kapën dhe e prunë. Dhe e stolisën. Këtë zakon neve e kemi gjetur deri në kohët e fundit, bile se bëhet akoma.
Dhëndri do rruhet përpara gjithë dashurëve. Atëre kënga e dhëndrit që rruhet, zoti Zarka? E di ky. Po, hajde, hajde. Pra ishte kënga e dhëndrit kjo, që e mori aq bukur Ullas Dulgjeri me Pandeli Zarkën. Atë le të vazhdojmë zoti Zarka. Po. Edhe këto zakone të lashta, të përshkruara ato në dhjetën e vjetër, se dhe Saulit ju punua. Edhe cakton mbret të krejt izraelitëve. Çudi e madhe. Ç'është gjendet në mëzëqe? Pikërisht ky zakon ma të ditë edhe i thon mbret dhëndrit. Ma ditë është mbret. Dhe sipas zakoneve tona, me kostum kombëtar, patjetër se s'kishte rroba dhëndrie si kemi neve sot, por ishte me kostum kombëtar, me bres. Një latune këtu, latune ishin kobure prej me sermaje, dhe një këti, 2 kobure. Pse dhëndrit do të ishte armatosur, zoti? Do të shkonte i armatosur aty sepse sipas zakoneve të vjetra, që dhe që jetojnë akoma sot në mëzikje, do ndrohet rruga. Pse të ndrohet rruga? Shkohet për të manduese nga kjo rrugë dhe kthehet nga rruga tjetër. Pse? Është fjala sepse rrëmbimi në atë kohë nuk se të rrëmbeheshi. Edhe në këngët tona ka mjaft tekste që thonë të rrëmbeu bandilli malit. Të rrëmbeu. Të rrëmbeu. Ashtu, këtë fjalë rrëmbim e kanë për mber. Se një nuse, një qupe bukur të rrëmbehe, do t'i meresh ati fisit. Dhe që këndohen dhe gjërat të tjera pasaj që ngacmojnë vjerën, ngacmojnë dhëndrin, ato janë sakat më vëshme. Po le të mbetemi atje të kënga e Toskëris për mua. Kënga e Toskëris, kënga e mëzëqese, që të falë të sekundë thash, janë po ato. Ku lindën? Patjetër lindën në qytetet e Iliris. Iliria nuk ka qenë vend i shkret, vend i umur. Ka qenë vend i qytetëruar. Bile grekët kur erdhën, e gjetën kulturën pelazgjike të ngrehurët. Muret e Athinës, bile dhe Athinë është shpjeguar me fjalë shqipe. Athina, Athana, është thanë. Shko dhe sot në Akropol, ke thana. Pse te thana? Te thana sepse ajo ishte armë luftës dhe mendoj që ka shpirtin luftarak brenda ajo. Prandaj kjo shpjegohet vetëm me fjalë shqipe Athana. As greqisht, as helenologët nuk e shpjegon dot, as latinologët, pales slavologët ata të gjarën të 500 vjet pas Krishtit kanë ardhur. Nuk e kanë kulturën tonë dhe të grekëve. Po grekët e gjetën të ngrehur të kulturë këtu. Tek ne, në Ballkan. Dhe që i populluar prej Pellazgut. Dhe këto qytete ndërtuan edhe këto këngë, se nuk mund të bëhet dot në fshat një këngë trezërshe, dhe që gjithnjë po të këndohet shumë bukur, ajo të letë pekur. Ajo të letë habitur. Si ishte mundur një fshatar duke punuar me përmend atje, do sajonte këngë të tilla. Te tekstet, po. Tekstet gjithnjë shprehin ato aspirata të kohës gjithnjë. Gjithnjë teksti ndrohet. Po vija melodike mund të përmirësohet, mund të këndohet mirë, mund të këndohet keq. Por ajo vi melodike mbetet. Ajo është struktura murore si themelet e një kalaje. Të pamposhtur, kështu mbeti e pamposhtur sot e 2000 vjet kjo këngë e Toskëris. Unë kam ngur gjithnjë këngë e Toskëris. Për këngë të qytetarët të Elbasanit, të Korçës, të Beratit, këto janë këngë të huazura. Të marrë nga ku vetë linjë të tjerë, nuk janë në shqiptare. Këndohen nga shqiptarët dhe këndohen bukur, por këngë shqiptare janë pikërisht këto dhe të mësorëve tanë, ande nga veriu.
No,